Zonja Shkurte Mula, e lindur në vitin 1955, mësuese muzikës në Has për 42 vite, ka përfunduar liceun artistik në Tiranë në vitin 1970-74 në degën Edukim në muzikë, njohëse instrumenteve të pianos, filharmonikës, blok flautës. Emërohet mësuese në shkollën 8 vjeçare Niman Ferizi, tashmë Seti Dita, në vitin 1974 deri në vitin 2016. Numëron 42 vite ushtrim profesioni, ndërsa zonja Mula, edhe pse në pension, vazhdon ende të kontribuojë tek të rinjt në mënyrë vullnetare. Në vitin 1987 u dekorua nga presidenti i Kuvendit Popullor me medaljen e lartë Naim Frashëri me motivacion për rezultatet të larta në procesin mësimor edukativ. Ka botuar librat Fjala në vitin 2015 dhe Ur në vitin 2018, ndërsa pret të botojë tashmë edhe librin 300 këngë të dasmës së Hasit, këngët e grave dhe lirika të ndryshme. Zonja Shkurta, përshëndetje. Si lindi ideja e impenjimit tuaj në muzikë? Përshëndetje, faleminderit. Unë që e vogël jam angazhu me grupet artistike, me fjalën artistike dhe atëherë që rezultat shkova dhe në shkollën e muzikës në liceun artistik Jordan Misja kam mbaru dhe dëshira ishte e imja për këtë lëmë dhe kam punu pasaj qysh në 74 e deri sot kur kam dalë në pension me fëmijët, me muzikën, me orën e muzikës dhe me aktivitetet jashtë shkolle. Cilat janë disa nga aktivitetet që keni marrë pjesë gjatë karrierës tuaj, që kanë ngelur në memorien tuaj? Aktivitete kemi zhvilluar shumë, po ato që kanë ngelur më shumë në memorien time kanë qenë aktivitetet që kemi bon festivalet atëherë në Kruj, në Gjirokastër, në Fusharës, në Kukës, edhe kemi fitu 3 herë çmimet para dhe 2 herë flamurin e festivalit. Me nxënësit e klasave të kanë qenë klasat e 5, 6, 7 atëherë, dhe të 8, domethënë të djeqarës, edhe kanë qenë me instrumentet. Kemi pas pjesë folklorike me instrumente def, qifteli, fyll, edhe këngë të ndryshme. Po kemi fituar domosdoshmë çmime. Gati gjithmonë kemi fituar çmime të mira. Në rregull, duke qenë se ju jeni edhe mësuese ndër vite, si mendoni se ka evoluar muzika dhe angazhimi të rinjve në Has? Për muzikën në Has, sidomos ajo folklorike, është rujt bashkë me kostumet kombëtare dhe ka evolu. Edhe tash më vonë që kemi marrë pjesë edhe me qenën kulturore të rriturve, kemi fituar çmime edhe në Gjona të Hasit, edhe në Festival Gjirokastës kemi marrë çmime nderi kështu. Domethënë ka jetë, kanë punu, edhe fëmijët janë angazhu, edhe e kanë me shumë dëshirë. Në rregull, si ndjeni ju si një mësuese e muzikës që keni kaluar breza të tërë në duart tuaj dhe sa artist mendoni që janë fëmijët e këtij vendi? Fëmijët e këtij vendi janë me gjithmonë artista. Ata e ke shumë të zërshme me nda cilin me marrë dhe cilin me lanë, se kanë edhe dëshirën, po kanë edhe talent. E kanë të trashëguar nga prindët, nga gjyshit, me instrumentet popullore, po sidomos edhe me kostumet kombëtare. Por janë me të vërtet të angazhuar dhe janë me të vërtet shumë dashamirës të muzikës. Dhe kemi ecur mirë me fëmijët edhe kemi marrë pjesë në festivalet tash me qenën kulturore të fëmijëve, kanë shkuar në Tiranë, në Dibër ka qenë një festival kështu. Shumë mirë janë ndarë gjithë. Në rregull, cili është mesazhi juaj mësuese Shkurta për të rinjt rreth traditave dhe folklorit? Tradita është një, si të thush, një e ardhme që nuk duhet harru e kaluara, se kjo të sjellë të ardhmen. Dhe në Has është e mirë pritur, është e kaluar mirë kjo punë me të gjithë të rinjt e me gjithë fëmijët, edhe të rriturit kanë marrë pjesë, dhe mesazhi është që kur mos heqim dorë nga kjo, se tradita është gjithçka pra. Është e kaluara dhe sytë e të ardhmës janë të tradita.
Në rregull, mësuese e shkurta, falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për fjalët tuaja tepër të ndjera. Lutem, faleminderit ju, edhe suksese. Faleminderit shumë.